Leonora Jakupi ka qenë në vëmendje të medias, jo vetëm si këngëtare, por së fundmi edhe si opinioniste e formatit Big Brother VIP Kosova. Ajo që tërheq më shumë publikun është fakti se Leonora nuk është vetëm një këngëtare e mirë, por edhe shumë e saktë në mendimet dhe gjykimet e saj, dhe kur je person publik, sigurisht që ke një vëmendje të shtuar. Së fundmi, mediat kanë folur edhe për shtëpitë e këngëtares që i ka në zonat më elitare të Kosovës. Në fotot e postuara në rrjetet sociale, bie në sy arredimi luksoz dhe me stil i shtëpive të Leonorës, por duket se kjo ka rënë në sy edhe të personave deshakeq, të cilët kanë studiuar situatën dhe duke ditur që Leonora nuk është në shtëpi, pasi ishte prezente në studio si opinioniste, ato kanë shkuar tek vila e saj dhe kanë vjedhur shumë sende personale. Bijuteritë që kanë marrë kanë patur një vlerë mjaft të lartë, dhe sikur të mos mjaftonte kjo, pasi kanë marrë gjërat me vlerë, kur janë larguar nga shtëpia, kanë shkaktuar dëme të shumta materiale brenda shtëpisë. Rasti po hetohet intensivisht nga organet e rendit me qëllim gjetjen e autorëve, por policia po has vështirësi në identifikimin e tyre, pasi nga pamjet filmike të sekuestruara shihet se ato kanë patur kapuça në kokë dhe doreza në duar, duke bërë të vështirë zbardhjen e ngjarjes, ndërkohë që kjo situatë i ka shkaktuar ngarkesë emocionale Leonorës, e cila ka mbetur e tronditur kur e ka gjetur shtëpinë të bastisur.